Nisja e muajit të shenjtë të Ramazanit në Pogradec sjell çdo vit një atmosferë të veçantë, të mbushur me qetësi, dritë dhe përkushtim shpirtëror. Qyteti Buzliqeni zgjohet ndryshe në këto ditë të para të festës myslimane, zgjohet me një ndjesi harmonie që ndihet në çdo rrugë. Në qendër të qytetit është vendosur dekori simbolik i gjysmëhënës, i cili tërheq vëmendjen e kalimtarëve dhe bëhet pikë takimi për të rinjë familjar që ndalen aty për fotografi. Pranë saj është afishuar edhe kalendari i agjërimit, që u shërben besimtarëve për oraret e sakta të syfyrit dhe iftarit, ndërsa banderolat me urimin gëzuar muajin e Ramazanit i japin qytetit një pamje festive dhe mikpritëse nëpër rrugë. Ndërkaq, në mbrëmje, familjet përgatiten për iftar, vizitat mes të afërmve shtohen dhe ndjenja e solidaritetit bëhet më e fortë. Në këtë periudhë, Ramazani nuk është vetëm një ritual fetar, por një moment bashkimi, reflektimi dhe mirësie për gjithë komunitetin musliman pogradecar.